Përshëndetje, miqtë mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani, do të bëj një pyetje. Fokusojni energji në këtë video që po shihni në këtë moment. Dhe bëj pyetjen. Çfarë mendon për ju në këtë moment? Pra, në këtë moment, çfarë mendon për ju personi juaj I zemrës? Jeni larg. Jeni largësi. Pra, çfarë mendon për ju personi juaj I zemrës? Gjithmonë mendon për ju të vi tek princesha e tij e monedave për të sjellë mrekulli tek ju. Sepse ky është një person shumë I drejtë. Mendje në çdo moment e ka tek ju. Të sill lajme. Ka mendime shumë pozitive që do ti ngul diku, pra të ndërshtoj jetën me ju. Ypën si kalit dhe vjen drejt jush për t'ju shprehur atë lajm të mrekullueshëm që do të lumturoj. Juve jeni për të perëndesha e bukurisë. Kjo femër hyjnore në këto anë të mrekullueshëm. Është I fokusuar tek financat, punon fort për të bërë diçka, sepse kulla e tij ka nevojë për një rikuperim, për diçka, për financa, dhe është pak I mërzitur te kjo pjesë, sepse është pak I tërhequr, pak I ftohtë, pak fjalë pak, dhe nuk t'i shpreh të gjitha problemet që ka. Por tek ty, ai ndjen atë qetësinë e tij shpirtërore, ndjen paqen, sepse ti për të je një femër shumë e dashuruar. Je si kjo kup, kjo mretëreshe kupës, dhe ky mbret tek ty ka fuqinë dhe komandën. Të shpreh plot pasion dashurinë e tij. Në këtë moment që ne po shohim, ai të shpreh me këtë lajm në dorë dashurinë e tij të pafund që ka për ju. Është larg dhe pret në çdo sekond të bëj këtë rrugë për të ardhur drejt jush. Është fort I lidhur me pjesën e punës, por shumë shpejt treshi I kupave tregon që ju të tre bashkë me një person të rëndësishëm, ju të dy dhe një person I rëndësishëm jetës tuaj do të festoni këtë fitore, këtë gëzim të madh që ju sjell personi I zemrës tuaj. Dhe që ua shpreh në këtë moment. Me kë rezonon kjo energji e bukur, dashuria. Me gaforen, me denin, me vigëreshën, me shigjetarin, pujorin, vricjapin, vinjakët dhe dashin. Kurse me shenja, me gërmat, me gërmën N, gërmën D, gërmën O, R, gërmën F, Q, R, gërmën P, H, Y, M, E, C, Z. Faleminderit shumë, miqtë mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.